Inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si qytetarët po informohen për shëndetin e tyre dhe të fëmijëve. Përshëndetje, jam me grip, çfarë më sugjeron të përdor? Përshëndetje. Nëse je me grip, simptoma tipike, temperaturë, dhimbje trupi, kollë, lodhje, objektivat kryesor janë hidratimi, mbështetja e imunitetit dhe ushqimi i lehtë për tretje. Por ka raste ekstreme ku prindërit marrin receta mjekësore për fëmijët e shëmurë, veçanërisht në raste virozash. Mjekët apelojnë për kujdes sepse inteligjenca artificiale nuk e zëvendëson mjekun. Njëri mund të marrin, sepse mund të ndalosh njerëzit me marrë një mendim, një këshill, një gjë, po unë nuk e përdori vetë për këto lloj arsyesh, kështu që duhet paraqiten te mjeku, mendoj unë. Ai që flitet përballë, shifet me të smurin, shifet me fëmin, ka vlerë shumë më shumë, ngjohet prindi, vizitohet fëmia, bëhen përballë ankesat, është mjeku që vjen vulen për mua. Ndërsa një tjetër shqetësim është dhe keq përdorimi me antibiotikët, të cilët u jepen fëmijëve pa u konsultuar me mjekun. Është një problem, është problem gjithkund, është problem botëror kjo pjesë, që abuzohet me antibiotik. Edhe na nuk është se përjashtohna, përkundrazi. Por që sepse shumë herë prindët mjaftohen vetë, kalojnë 3 ditë me temperaturë, shkojnë në farmaci, marrin një antibiotik edhe mundet edhe e fillojnë edhe vetë. Por antibiotiku është jashtëzakonisht i mirë aty kur duhet, por prandaj bën edhe dëm. Dhe ajo që është më e rëndësishme dhe që unë tentoj me thënë gjithmonë është se ti e përdor kur nuk duhet dhe mandej kur të duhet nuk bën efekt, sepse krijon rezistencë e kjo është vështirësi që bën mandena dhe zgjatjet edhe të smundjes që ka. Kështu që duhet patjetër dhe vetëm me konsultimin e mjekut dhe vetëm në rastet kur ka të bëjë me komplikacione. Një grip që mi vendos, një grip antibiotik nuk janë antiviral. Antibiotik janë antibakterial. Pra që në momentin që ti ke një komplikacion që ti mendon të e mbështet në analizën, gjakën këto gjanat, kur mendon se mundet me kenë një infekcion i tillë i mi vendosur në një situatë virale, përdoret antibiotik.